Ka qenë interesant pjesa kur fillon me shkru dramë, po edhe kur fillon me shkru skenar. Se këto janë dy komponenta sa do të ndryshme me njëna tjetrën, po prap e kanë një të përbashkët. Kur ulesh me shkru një dramë ose edhe një skenar, është një farë ndjenje shumë e mirë se po krijon diçka, po e krijon një farë bote tondën, të cilën ëndrron që ajo me u shfaq në film apo edhe në skenë. Rutina ishte me shkru dramë, me shkru skenar, me diskutu ide me kolegë, me profesor të cilët i kom pas mentor të kryesor të drejtimit. Dhe secilit kemi marrë këshilla. Mund që mumi me njoftë edhe në ndoshta pikëve mentorëve. Janë dy, është profesori i dramaturgjisë Arjan Krasniqi. Para disa vitesh ai ka qenë edhe drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe është profesori i skenarit Zymber Kelmendi, i cili është autor i disa filmave